A do kemi marrëveshje Iran-Izrael në kurriz të Amerikës? Që nga perandoria romake, bota ka njohur konceptin e Pax, paqes së imponuar në një superfuqi dominante. Pax Romana, paqja romake për 200 vjet, Pax Britannica, dominimi britanik i shekullit 19, Pax Americana, epoka amerikane pas luftës së dytë botërore. Por tani, sipas një numri gjithnjë në rritje analistësh gjeopolitik, po vjen fundi i Pax Americana. Dhe pyetja që po shtrohet nëpër institutet e politikës dhe zyrat e bankave qendrore është kjo: kush vjen pas? Profesori Zhang, analisti kinezi Predictive History, ka një përgjigje të guximshme dhe shumë kontroverse: Pax Judaica. Sot do të trajtojmë këtë tezë jo si mendimin ton, por si analizë gjeopolitike serioze që meriton të dëgjohet dhe debatohet. Para se të kuptojmë tezën e Pax Judaicës, duhet kuptojmë premisën e saj. Sipas analizës, Amerika nuk mund ta fitojë luftën me Iranin për 3 arsye strukturore. Vulnerabiliteti i parë, mungesa e vullnetit politik. Shumica e amerikanëve nuk e mbështesin këtë luftë dhe brenda vetë lëvizjes MAGA, koalicionit politik që e mori Trumpin në pushtet, po zhvillohet një luftë civile ideologjike. Njëra anë dëshiron luftën, tjetra e shikon si aventurë të kushtueshme dhe të panevojshme. Ushtarët amerikanë, sipas raporteve, kanë moral të ulët, disa refuzojnë të vdesin. Vulnerabiliteti i dytë, mungesa e kapacitetit prodhues. Amerika po mbaron stoqet e raketave interceptuese. Pentagoni po kanibalizonte armë dhe municione nga Korea e Jugut dhe Japonia. Fabrikat ushtarake amerikane, të korruptuara dhe mbi ngarkuara, nuk mund ta mbajnë ritmin me nevojat e një lufte të zgjatur. Irani lëshon dron me çmim $50.000. Amerika shpenzon miliona për t'i shkatruar. Kjo asimetri thelbësore, përkeqësuarat me çdo ditë lufte. Vulnerabiliteti i tretë, humbja e ureolës. Dhe kjo është ndoshta më e rëndësishmja. Iranianët arritën të godasin dhe detyruan për ulje emergjence një F-35, avioni luftarak më i shtrenjtë dhe më sekret amerikan, i cili konsiderohej praktikisht i paprekshëm. Sipas analizës, Pentagoni ka konfirmuar këtë ngjarje dhe implikacionet janë thellësore. Nëse Irani mund të zbulojë radarët dhe të godas F-35, atëherë i gjithë arsyetimi i supremacisë ajrore amerikane bie. Siç ka vërejtur profesori Ted Postel i MIT-s, i cituar në analizë, koncepti i mbrojtjes ajrore ka qenë një mashtrim i kompleksit industrial ushtarak. Sistemet e mbrojtjes ajrore nuk funksionojnë siç janë reklamuar. Dhe tani, analisti Young bën një eksperiment mendor të guximshëm. Imagjinoni, thot ai, se kapitali transnacional i botës mblodhi një takim emergjence. Kush janë këta njerëz? Bankierët centror, menaxherët e fondeve të mëdha, bankierët privat, fondet sovrane, qyteti i Londrës, Wall Street dhe banka ndërkombëtare në Basel. Njerëzit që, sipas analizës, kontrollojnë vërtet rrjedhën e kapitalit global. Pyetja mbi tryezë është thjeshtë dhe tmerrshme. A duhet të vazhdojmë të mbajmë tregjet financiare, dollarin dhe besimin e konsumatorëve, apo t'i lëm të pijen? Dhe para se avionet private të ulen, sipas analizës, të gjithë kanë arritur në të njëjtin konkluzion. Amerika nuk mund ta fitojë këtë luftë. Por ka dikë tjetër që mund. Dhe këtu fillon teza kryesore. Sipas analizës, kapitali transnacional kërkon 2 gjëra mbi të gjitha: siguri dhe stabilitet për investimet e tij. Amerika dikur i ofronte të dyja. Sot nuk mundet, por Izraeli, sipas profesorit Zhang, ka provuar diçka të jashtëzakonshme gjatë kësaj lufte. Pavarësisht bombave të vazhdueshme iraniane dhe dronëve, sondazhet tregojnë se rreth 80% e izraelitëve dëshirojnë ta vazhdojnë luftën deri në fund. Kjo nuk është shifër e zakonshme. Ky është unitet kombëtar i padukur në demokracitë perëndimore moderne. Dhe pastaj ka Mossadin, shërbimin sekret i Izraelit. Aty ku Amerika shkatron me fuqi ajrore, e kushtueshme, e dukshme dhe shpesh jo efektive, Mossad operon ndryshe. Infiltron, dekapiton leadershipin armik, pa spektakël, pa koston e jashtëzakonshme.
Sipas analizës, kjo mënyrë operimi është shumë më efektive në kaosin politik dhe ndarjet e lindjes mesme, se sa çdo blokadë detare ose sulme F-35. Amerikanët, të fortifikuar nga 2 oqeane, mund të nisin luftra e agresioni pa kosto serioze. Izraelitët, të rrethuar nga armiq pa oqeane mblojtëse, janë të detyruar të jenë strategjik dhe pragmatik, dhe kapitali transnacional, sipas analizës, e kupton këtë dallim. Dhe tani analisti skicon se si mund të duket kjo marrëveshje konkretisht. Hapi I parë, Amerika tërhiqet nga lindja e mesme. CENTCOM, komanda qendrore ushtarake amerikane, absorbohet de facto nga Izraeli. Amerika nuk largohet me emër, por operacionalisht Izraeli merr rolin e liderit të sistemit global në rajon. Hapi I dytë, shtetet e gjirit bëhen klient izraelit. Arabia e Saudite, Emiratet, Katari, Kuvaiti, të gjithë kuptojnë se nëse Amerika largohet, ata dhe jo Izraeli do t'jenë në shënjestër të Iranit. Kjo I shtyn natyrshëm drejt garancisë izraelite të sigurisë në këmbim të normalizimit dhe parave. Hapi I tretë, marrëveshja Izrael-Iran. Ky është elementi më surprizues I analizës. Sipas tezës, Izraeli I brokeron një marrëveshje me Iranin. Irani merr kontrollin e ngushticës së Hormuzit dhe të drejtën të mbledh taks prej 10% nga anijet. Ka opsionin e zhvillimit të armëve bërthamore me kushtje të braktisë prokset e tij si Hezbollahu dhe Huthët. Të gjitha sanksionet ekonomike kundër Iranit hiqen. Shtetet e gjirit paguajnë reparacione për garanci sigurie. Izraeli realizon projektin e Izraelit madh, zgjerimin territorial që ka qenë ambicia historike e lëvizjes. Hapi I katërt, kapitali transnacional rikthehet. Me paqen e imponuar, lindja e mesme bëhet destinacioni I ri I investimeve masive. Nafta, gazi, rrugët tregtare, portet, të gjitha nën garancinë e Pax Judaicës. Por analisti nuk e paraqet këtë si skenar të garantuar. Ka një pengesë të madhe. Amerika nuk do të largohet pa luftë. Perandërit nuk bien natën. Ato bien nga bal, duke rezistuar, duke bërë gabime të mëdha, duke rrezikuar gjithçka për të shpëtuar gjithçka. Sipas analizës, procesi I rënies amerikane mund zgjas 2 vjet ose 20 vjet. Asnjë nuk mund ta di. Por ata që dëshirojnë ta përshpejtojnë këtë proces, sipas tezës, mund të ndërhyjnë aktivisht me financimin e protestave anti-luftë, nxitjen e konfliktit civil brenda SBA-s, shkaktimin e një depresioni ekonomik. Dhe, ky është elementi më dramatik I analizës, pritet përfundimisht një sulm I rrem mbi qendrat e të dhënave financiare të Amerikës, duke fshirë nga memoria kursimet e mira amerikanëve. Nëse kjo ndodh dhe analisti e shpreh si skenar të mundshëm jo të sigurt, Amerika do të shpërthente nga brenda para se të sulmohej nga jashtë. Por pastaj analisti kinez shton një kualifikim të rëndësishëm, dhe ky është momenti filozofik I analizës. Sipas tij, elita financiare ka gabuar diçka. Ata vetë, si Amerika që analizojnë, vuajnë nga hybrisi dhe dëshpërimi, dhe nuk e kanë vënë re se 2 kukulla janë shkëputur nga fijet e tyre dhe po planifikojnë vetë. Emrat janë Trump dhe Putin. Çfarë planifikojnë? Kjo nuk dihet, është e hapur. Por implikacioni është I qartë. Loja e madhe gjeopolitike nuk ka një dorë të vetme që lëviz figurat. Ka lojtarë të shumt me agjendat e tyre, me surprizat e tyre. Dhe historia, siç na ka treguar gjithmonë, rallëherë shkon sipas planit të hartuar në takimet fshehta në Basel. Kjo është teza e Pax Judaicës, sipas profesorit kinez. E sakt, e diskutueshme, kontroverse, absolutisht. Por çdo analizë serioze gjeopolitike meriton të trajtohet me seriozitet, pavarësisht sa të paleverdishme na duken konkluzionet. Dhe ka disa pyetje që kjo tezë ngre dhe që vlen t'i mbajmë parasysh. A është I qëndrueshëm dominimi amerikan I lindjes së mesme në afat? A mund të funksionojë sistemi global pa një superfuqi që garanton sigurinë e rrugëve detare? Dhe, pyetja filozofike, kur perandorit bien dhe të tjera lindin, kush vendos se cila është e mira e njerëzimit? Historia nuk ka përgjigje të thjeshta, vetëm lojtar me interesa dhe kalkulime. Pax Romana u zëvendësua nga mesjeta.
Pax Britannica u zëvendësua nga lufta e parë botërore. Pax Americana po sfidohet tani. Çfarë vjen pas? Do ta tregoj koha. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.